Rrugtimi i Mirit në Big Brother VIP Albania dhe debatet e tij të pafundme me banorët e tjerë kanë tërhequr vëmendjen e të gjithë publikut. Së fundmi e ftuar në një studio televizive, politikania dhe opinionistja Monika Kryemadhi ka bërë një analizë të mpret të lojës, duke u rreshtuar hapur në krah të artistit të West Side Family. Sipas saj, Miri po përballet me një sulm të padrejtë në grup, ndërsa banorët e tjerë po fshihen pas moralit të rrem. Ajo ka theksuar se përtej strategjive që janë më se normale për një lojë, Miri ruan qytetarin dhe nuk ofendon askënd. Për mua Miri, aty nuk shan njeri, nuk fyen, është shumë korrekt, është artist, është i qetë, a është strateg? Po, ai për lojë ka hyrë aty, që të bëj strategji, u shpreh Kryemadhi gjatë intervistës. Por ajo që ka tërhequr më shumë vëmendjen ishte kritika e ashpër e Kryemadhit ndaj pjesës tjetër të shtëpisë, veçanërisht për mënyrën se si po manipulojnë raportin e Mirit me Selinën për ta goditur atë. Ajo që mua nuk më pëlqen gjithmonë është që ata bëhen 20 veta kundër Mirit dhe po të shikosh vendosin Selinën ballore dhe të gjithë pastaj si skutha bëjnë moralin. Monika shtoi se pavarësisht se Miri gjendet në një dilemë të vështirë me familjarët e tij jashtë për shkak të ndjenjave ose raporteve të paqarta, e dua se dua, ai mbetet më i sinqert se banorët e tjerë. Në fakt, ata mund të jenë më të pamoralshmit, Miri është shumë korrekt, ndërsa këta të tjerët e përdorin Selinën për ta vendosur përballë Mirit, përfundoi ajo deklaratën e saj të fortë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.